Kryeministri i Shqipërisë, zoti Edi Rama, është paraqitur ditën e sotme pranë prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, njohur si SPAK, për të dhënë deklaratën e tij lidhur me çështjen e arrestimit të ish-kryetarit të Bashkisë së Tiranës, zotit Erjon Veliaj. Kjo paraqitje vjen në një moment të rëndësishëm për hetimet, ndërsa opinioni publik dhe politika shqiptare ndjekin me vëmendje zhvillimet e fundit që përfshin figura të njohura të jetës publike. Në deklaratën e tij, kryeministri Rama u shpreh se gjatë gjithë kohës që zoti Veliaj ka qenë pjesë e Partisë Socialiste, ai është dalluar si një politikan i përkushtuar, i ndershëm dhe punëtor. Sipas tij, kontributi i Veliajt ka qenë i dukshëm si në drejtimin e Bashkisë së Tiranës, ashtu edhe në strukturat e partisë. Kryeministri theksoi se njojja e tij personale me Erjon Veliajn i jep bindjen se akuzat ndaj tij nuk qëndrojnë mbi një bazë të fortë ligjore dhe se vendimi për arrestimin e tij duhet rishikuar me vëmendje dhe drejtësi. Megjithatë, zoti Rama theksoi se pavarësisht qëndrimit të tij personal, qeveria që ai drejton do të vijojë të mbështesë plotësisht punën dhe pavarësinë e SPAK-ut. Ne kemi zgjedhur një drejtim të qartë për vendin ton, forcimin e institucioneve të drejtësisë dhe garantimin e barazisë përpara ligjit. Askush nuk është mbi ligjin, përfshirë edhe antarët e Partisë Socialiste, u shpreh ai. Rama siguroi opinionin publik se qeveria nuk do të ndërhyjë në proceset ligjore dhe se çdo vendim i marrë nga organet e drejtësisë do të pranohet pa kushte. Kryeministri shtoi se në rast se Erjon Veliaj do të shpalet i pafajshëm, ai do të mbështetet në rikthimin e tij në jetën politike. Por nëse drejtësia provon fajsinë e tij, atëherë Partia Socialiste do të distancohet nga çdo akt që bie ndësh me ligjin dhe moralin politik. Ne nuk mbrojmë individ, ne mbrojmë parimet e shtetit ligjor, tha Rama, duke i bërë thirrje të gjithëve të presin me qetësi dhe durim përfundimin e procesit hetimor. Po ju, çfarë mendoni për këtë situatë? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe.